Shpërthimi me 3 viktima në Shkodër, nëna e Bleona Çelajt, vajza dhunohej nga bashkëshorti. Nëna 24 vjeçares Bleona Çobaj, që humbi jetën së bashku me 2 fëmijët e saj në ngjarjen e rënë në Domen, ka deklaruar se vajza e saj ishte dhunuar prej vitesh nga bashkëshorti. Sipas dëshmisë së saj, familja kishte mësuar rreth një vit më parë për dhunën që pretendohet se vajza po përjetonte. Eoma tregon se vajza i kishte rrëfyer për dhunën dhe se familjarët kishin shkuar për ta marrë, por më pas ajo kishte mohuar gjithçka. Familjarët dyshojnë se tërheqja e deklarimeve ka ardhur për shkak të frikës dhe kërcënimeve që sipas tyre janë bërë nga bashkëshorti. Nëna tregon gjithashtu se gjatë komunikimeve me video kishte vënë re shenja në trupin e vajzës, ndërsa ajo i kishte thënë se ishte rrëzuar. Sipas familjes, komunikimi 24 vjeçares me prindrit ishte ndërprer pothuajse plotësisht gjatë vitit të fundit. Ajo sipas tyre nuk kishte një celular personal dhe komunikonte shumë rrallë me familjen, kryesisht përmes telefonit të bashkëshortit. Familjarët deklarojnë gjithashtu se prej rreth 3 vitesh vajza nuk ishte sjellë në Shqipëri nga bashkëshorti i saj dhe se gjatë vitit fundit komunikimet me familjen e saj ishin shkëputur pothuajse fare. Nëna dhe familjarët ngren dyshime se dhuna e pretenduar mund të ketë ndikuar në gjendjen e saj dhe nuk përjashtojnë mundësinë që ajo të ketë kryer vetvrasje. Megjithatë, kjo mbetet një pistë dhe jo një përfundim, ndërsa rrethanat e sakta të vdekjes duhet përcaktohen nga ekspertiza mjeko-ligjore dhe hetimi. Familjarët dyshohet se disponojnë prova që lidhen me pretendimet për dhunën dhe kërkojnë që ato të merren në shqyrtim nga policia dhe organet e drejtësisë. Ata kërkojnë që çështja të hetohet deri në fund dhe të mos mbyllet pa u zbardhur plotësisht se çfarë ka ndodhur me 24 vjeçaren dhe 2 fëmijët e saj.